Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtu në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i enjtë 26 qershor 2025. Dashi. Ju jeni të mbështetur në punë dhe studim. Në dashuri ju gjeni pasion, edhe në një lidhje në krizë. Sot ju mbani gjithçka nën kontroll, madje edhe marrëdhëniet personale. Demi. Do të kontaktoheni nga njerëz të veçantë dhe do të merrni lajme të rëndësishme. Vendime në dashuri, sukses personal. Binjakët. Nëse keni një projekt në rrezik, kjo është koha e duhur për të pohuar veten, për t'u përfshirë. Është koha që çifte prej një kohe të gjatë të bëjnë zgjedhje për jetën. Gaforja. Është një kohë më e mirë. Të gjitha udhëtimet janë të preferuara dhe do të ketë një takim të veçantë. Luani. Ai kujdeset për marrëdhëniet e biznesit me diplomacinë. Në familje nuk gjen mirëkuptim, sepse je zhytur në mendimet e tua. Virgjeresha. Ditë e mirë për takime të reja që nuk duhen nënvlerësuar. Ju duhet të filloni të jeni shumë proaktiv. Ju jeni në shërim të plotë. Peshorja. Pengesat e vogla do të tejkalohen lehtë, idetë tuaja do të jenë të suksesshme. Do të gjeni veten të përfshirë në një marrëdhënie të rëndësishme, nëse jeni beqar, përgatituni të jetoni dashuri të reja ose të vjetra. Akrepi. Është e mundur të arrini rezultate të vlefshme në punë dhe javët e ardhshme do të jenë absolutisht të favorshme. Dashuria mban surpriza. Shigjetari. Kjo është një periudhë e vlefshme për t'u përpjekur të ndërtoni mirëkuptime të reja ose, nëse dëshironi, të takoni njerëz të rinj dhe më stimulues. Kryeni të gjitha nismat që keni ndërmend të ndërmerrni, pa lënë asgjë dhe askënd t'ju ndalojë. Briqapi. Për më shumë se 6 muaj ju jeni duke u përpjekur për të menaxhuar dhe zgjidhur një çështje të rëndësishme të punës, polemikat mbeten me një institucion, të kujdesshëm në plotësimin e letrave. Ujori. Mundohuni të ngatëroheni me situata që ju bëjnë të ndiheni keq dhe të mbani një mënyrë jetese të matur. Kujdes. Peshqit. Mos e lini pas dore pushimin dhe masat që ju lejojnë të rigjeni energjinë. Kryeni projekte, në dashuri mos u bëni shumë kërkues. Dita e tranzicionit. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.